Sot maturantët ju kanë nënshtruar provimit të dytë ekstern për lëndën e gjuhës amtare dhe letërsi. Zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës Driton Sulejmani vizitoi shkollën e mesme të qytetit të Shkupit e Cvetan Dimov dhe Zevlush Markun, me qëllim, siç tha, ndjekjen nga afër të procesit të zhvillimit të maturës shtetërore. Rrisi në këtë vit, Sulejmani tha se në përputhje me ndryshimet në ligjin për arsimin e mesëm, për herë të parë do të zbatohen 3 lloje të provimeve të maturës: matura shtetërore profesionale dhe matura shtetërore artistike. Me këto ndryshime, disa lehtësime për nxënësit të cilët janë të profileve të ndryshme dhe do ta kenë shumë më lehtë edhe pyetjet edhe ta përballin materialin me njohuritë e tyre për shkak të ndryshimit të cilën e kemi bërë si ministri. Për dallim nga vitet e kaluara, jemi munduar që të japim një ndryshim edhe në rritjen e masave të kontrollit, me qëllim që të kemi një pasqyrë sa më të mirë se sa nxënësit e shkollave të mesme e kanë mësuar materialin me të cilin janë përballur gjatë vitit shkollor. Sulejmani tha se masat po respektohen në të gjitha shkollat ku përmbahet provimi ekstern dhe se i gjithë procesi po shkon ashtu siç duhet. Kujtojmë se më 6 qershor të këtij viti, 14.587 maturantë ju nënshtruan provimin shtetëror të maturës për vitin shkollor 2025-2026. Ata u testuan në provimin e parë nga 2 provimet ekstern, gjuhë e huaj, matematik ose histori, varësisht nga lloji i maturës që kanë zgjedhur. Provimet po zhvillohen në shkollat ku janë siguruar të gjitha kushtet ligjore dhe organizative, ndërsa një pjesë e nxënësve me kërkesë të shkollave po japin provimet në amfiteatrat e fakulteteve më të afërta.